Prezantoi si gazetari piranjave dhe i mori 8.000 euro qytetarit. Ka dalë fotoja 36 vjeçarit Glarur Tin Kaçi, i cili u arrestua nga policia e Tiranës pasi akuzohet për mashtrim. Ai prezantoi si gazetari i emisionit investigativ Piranja me qëllim përfitimin e parave nga persona të ndryshëm. Sipas policisë, Glarur Tin Kaçi i ka marrë 8.000 euro një qytetari të cilit ishte paraqitur si gazetar dhe kishte kërcënuar se do të publikonte një video të sajuar nëse nuk i jepte parat. Rasti është kallëzuar nga shtetasi LB, i cili ka deklaruar se Kaçi e ka kontaktuar duke bindur se materiali komprometues do të transmetoj në media nëse ai nuk e paguante shifrën e kërkuar. Pas denoncimit, policia ka organizuar operacionin për kapjen e autorit, i cili tashmë ndodhet i ndaluar. Specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë nr. 1 kapën dhe ndaluan shtetasin GK 36 vjeç, pasi denoncuesi LB deklaroi se ky shtetas, duke u prezantuar si staf i një emisioni investigativ, i ka marrë shumën prej 8.000 eurosh për të mos publikuar një video të sajuar prej tij, thuhet në njoftimin zyrtar. Policia bën me dije se hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe çdo person tjetër që mund të jetë i përfshirë.